Përshëndetje të dashur miq, përshëndetje të nderuar ndjekës, ja ku po ritakohemi. Në fakt është video pak më amatore, por jam duke udhëtuar, jam duke shkuar drejt një udhëtimit. Dhe e kisha me patjetër që të komentoj dhe të flas mbi ngjarjen që në fakt po na mbërthen çdo ditë më shumë. Mateo dhe Brikena, çifti i cili natën e mbrëmshme e dha atë dritën e gjelbër që ne kemi dashur ta shohim. E shoh që sot u janë kthyer shumica kundër, sepse kanë pretendimet, kanë mendimet që Mateo dhe Brikena të gjithën këtë gjën, të gjithën këtë historinë e kanë ndërtuar në favor të klikimeve. Me thënë drejtën, si gazetar i kësaj pune për vite të tëra, nuk e besoj dot që Mateo dhe Brikena me dashurinë e madhe të publiku që kishin, do të bënin një lëvizje të tillë që të ishte në favor të keq të tyre. Këtë nuk e besoj asnjëherë. Unë mendoj që Mateo dhe Brikena kanë patur një përplasje të dy, sepse që të dy janë pak kokfort, sidomos Brikena është pak më shumë, ky është mendimi im, dhe zakonisht femrat, pasi që kanë grindje, kanë keq kuptime me partnerët e tyre, zgjidhja më e vetme është të fshin njëri tjetrin nga Instagrami. Dhe ditën e sotme Mateo dhe Brikena janë rikthyer përsëri në Instagram. Do me thënë Mateo ka bërë tag Brikena në foto, Brikena e ka pranuar tagun. Kjo tregon që marrëdhënia e tyre është rifilluar përsëri. Do me thënë ka nisë me puthje, ka nisë me përqafime, ka nisë me ledhatime. Mateo dhe Brikena janë puthur dhe janë të dy shumë të lumtur. Dhe unë asnjëherë nuk kam besuar dhe nuk ka gjë në botë që mua mund të më çon të besoj që Mateo dhe Brikena kanë shkatëruar marrëdhënien e tyre. Do të thënë kanë patur një mini konflikt, po, mendoj që Brikena ka qenë nxituar, por siç duket dashuria është rikthyer. Unë do ta analizoj edhe më gjatë të gjë, por dua të marr fillimisht mendimin